Atëherë ju përshëndes edhe të shikojmë pak këtë fundjavë, këto 2 ditë, të shikojmë pak se çfarë të rejash ka apo çfarë të rejash do të vinë sipas letrave, nga djali i cili rri i heshtur apo dhe nga vajza që rri e heshtur. Pra ky është një lexim i përgjithshëm. Nëse do të ketë diçka të bukur, qoftë edhe pak, dhe në fakt letra thonë që po, do të ketë diçka të lehtë, të bukur, që do të na lërë me shpresë, apo do t'ju lërë juve me shpresë. Kjo është letra e djalit, i cili vlerëson në maksimum atë që ka qenë, dhe vërtet ju vlerëson juve si një gjojel, si një pasuri që ka pasur, ose që je vërtet një pasuri, pavarësisht problemeve që kanë qenë. Këtu unë shikoj edhe lot, por kjo letër më tregon edhe këshillon se nuk duhet të nxitohemi për të marrë një vendim drastik. Kjo është letra e vajzës, e cila vazhdon të rri duke pritur dhe duke parë me vëmendje atë histori që ka qenë me atë djalë. Kjo është e dashura e fshetë. Me sa duket këtu është një lidhje jashtëmartesore. Një vajzë që rri duke pritur dhe duke parë krejt historinë, por duke mos bërë lëvizje. Dhe diçka e bukur po vjen, por diçka e lehtë që t'i jep shpresë. Të shohim se çfarë do t'jetë kjo diçka e lehtë, ndoshta një vështrim, ndoshta një sinjal, ndoshta një fshëllim, ndoshta një burie poshtë shtëpisë, apo thjesht një kalim aty, apo një sinjal nëpërmjet personave të tretë. Kalofshit bukur.